birokratizimit. Janë evidentuar dobësi në monitorimin e kontratave qiras dhe përdorimit të pronës shtetërore, përfshirë mosndjekjen e detyrimeve kontraktuale dhe mungesën e verifikimeve mbi realizimin e investimeve. Gjithashtu të nderuar, u konstatuan përgjatë këtyre proceseve mangësi në administrimin dhe monitorimin e shoqërive me kapital shtetëror dhe aseteve në likuidim. Nga auditimi praktikave të shpronësimit në strukturën përgjegjëse u evidentuan mospërputhje ndërmjet sipërfaqeve të miratuara dhe atyre faktike, duke rezultuar në mbivlerësim dhe rritje të pajustifikuar të vlerës shpronësimit me efekte këto financiare në buxhetin e shtetit. Gjithashtu, janë konstatuar mangësi në dokumentimin, mos respektimin e afateve ligjore dhe mungesë transparence në procesin e likuidimit të pronarëve. Në lidhje me veprimtarinë e institucioneve përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe monitorimin e territorit, është konstatuar niveli i ulët i ekzekutimit të veprimeve, të vendimeve për prishjen e objekteve të paligjshme në raport me numrin e vendimeve të nxjerrën. Janë evidentuar gjithashtu mangësi në planifikimin dhe kryerjen e inspektimeve, mungesë koordinimi ndërinstitucional dhe reagim jo i duhur ndaj sinjalizimeve për ndërtime të kundrajlishme, veçanërisht në zona dhe objekte me rëndësi kombëtare. Janë konstatuar gjithashtu problematika në vendosjen e masave administrative, përfshirë mosnxjerrjen e vendimeve përkatëse, llogaritjen e pasaktë të gjobave dhe zbatimin jo të duhur të dispozitave ligjore sipas natyrës së shkeljeve të konstatuara. Nga proceset e auditimit të kryera në fushën e prodhimit, shpërndarjes dhe furnizimit me energji, janë konstatuar nivele të larta të humbjeve të energjisë në rrjet, të shoqëruara me mangësinë planifikimin dhe orientimin e kontrolleve sipas riskut, veçanërisht në zonat dhe subjektet me nivel më të lartë humbjesh. Janë evidentuar gjithashtu vonesa dhe mos respektimi i afateve në procesin e lidhjeve të reja dhe modifikimit të lidhjeve ekzistuese të energjisë elektrike me ndikim në situatën financiare të shoqërive energjetike. Po ashtu, janë konstatuar mangësi në procesin e marrjes në dorëzim të punëve civile në fushën energjetike në kundërshtim me përsaktimet e legjislacionit në fuqi. Nga auditimet e kryera në fushën e furnizimit me ujë, kanalizimeve dhe menaxhimit të burimeve ujore, është konstatuar mungesa e laboratorëve për kryerjen e analizave të ujit të pishëm. Janë evidentuar gjithashtu mangësitë në planifikimin, dokumentimin dhe monitorimin e punimeve të mirëmbajtjes kanaleve të ujit dhe kullimit, si dhe mungesë e akteve ku pasqyrohet procesi i kontrollit. Në strukturat përgjegjëse për administrimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytjet, janë konstatuar mangësi në hartimin dhe zbatimin e planeve të veprimit, dokumentimin e kontrolleve dhe inspektimeve në terren, si dhe në respektimin e rregullave dhe të kritereve teknike për funksionimin dhe